Një tragjedi ka ndodhur në Itali dje rreth orës 16 në San Giacomo di Pederoba në afërsi të Trevisos, ku është mbytur një vajzë 9 vjeçare me origjinë nga Maqedonia, transmeton La Tribuna di Treviso. Vajza Adna Isla me origjinë nga Maqedonia dhe banuese në Cavasso del Tomba ka qenë me prindërit e saj Ihmed dhe Naila, si dhe me motrën dhe vëllain pranë bregut të lumit Piave. Adna e vogël ka qenë duke luajtur me gur bashkë me disa vajza të tjera, ka rëshqitur dhe ka rënë në lum duke u zhdukur me njëherë e tërhequr nga valat e ujit. Me njëherë kanë arritur zjarfiksit dhe zhytësit. Brigada e zjarfiksve ka gjetur trupin e pajet të vajzës rreth orës 18:30 të ngecur me zgurëve. Si shkruan gazeta, kryetari i komunës si dhe zëvendësja e tij të prekur nga tragjedia kanë shprehur ngushëllime të thella dhe gatishmëri për të ndihmuar familjen në çdo mënyrë.